Për të 17-ën herë në Kuvendin e Kosovës edhe sot ka dështuar konstituimi i përbërjes parlamentare të dalë nga zgjedhjet e mbajtura më 9 shkurt. Në fillim të seancës, kryesuesi Avni Dehari nga Lëvizja Vetëvendosje kërkoi konsultim me përfaqësuesit e partive politike. Kjo bëri që disa deputet të ngrihen dhe të afrohen të ulësja e kryeparlamentarit. Pas përfundimit të seancës, kryesuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, tha se kërkesa e Lëvizjes Vetëvendosje ishtin që vazhdimi i seancave të mos bëheshin çdo 40 tetor, ashtu siç e kërkon rregulloria e Kuvendit, por një herë në javë. Pasi u konstatua se në seancë janë të pranishëm 99 nga gjithsej 120 deputet, seanca ndoqi të njëjtin skenar si ato paraprakët. Dehari kërkoi nga partitë politike të propozojnë nga një përfaqësues për mbarvajtjen e votimit të fshehtë për të zgjedhur kryeparlamentarin e ri. Sërish, PDK, Liga Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan ta propozonin një përfaqësues. Kjo bëri që Dehari të ndërpres seancën, e cila u tha se do të vazhdojë më 19 maj në 10:30. Që nga betimi i deputetëve me 19 prill, seanca ka ngecur pikërisht në pikën për zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri. Të njëjtën, pas një takimi të thirrur nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me përfaqësues të partive politike, Osmani tha se nuk pati pajtim rreth konstituimit të Kuvendit, por shtoi se kishte parë një disponim minimal tek liderët partijak për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Fillimisht, Lëvizja Vetëvendosje kishte propozuar për kryeparlamentaren Albolena Haxhiu, por ajo s'arriti të marrinte 61 votat e nevojshme asnjëherë. Pas 6 tentimeve për të bërë Haxhiun kryeparlamentare më 1 maj, kryesuesi i seancës Avni Dehari propozoi që zgjedhja e kryeparlamentarit të ri të bëhet përmes votimit të fshehtë, gjë që është dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga partitë që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë. Ato thanë se është jo kushtetuese mënyra se si Lëvizja Vetëvendosje po tenton që kryeparlamentari të votohet përmes formës së fshehtë dhe i kanë kërkuar kushtetueses të marrë një masë të përkohshme për ndalimin e mbajtjes së seancave derisa me prioritet ta trajtojë këtë lëndë për ta marrë një vendim. Haxhiu e Lëvizjes Vetëvendosje po konsiderohet si figurë përqarëse nga 2 partitë parlamentare, PDK-ja dhe AAK-ja. Këto 2 subjekte kanë kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje të nxjerrë një emër tjetër për kryeparlamentar. LDK-ja ndërkaq ka thënë se nuk ka vota për asnjë të propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për postin e kryeparlamentarit. Propozimi për kryeparlamentar është i drejtë ekskluzive fituesve të zgjedhjeve. Lëvizja Vetëvendosje, e cila ngul këmbë se Haxhiu e meriton të zgjidhet, edhe ndonse ka kërkuar marrëveshje politike me partitë e tjera, e ka përjashtuar mundësinë të sjellë kandidat tjetër pos saj. Deputetët duhet të zgjidhin kryetarin dhe 5 nënkryetarët për ta konstituuar përfundimisht Kuvendin e ri. Vetëm pas konstituimit të Kuvendit mund të formohet qeveria e re, për të cilën duhen gjithashtu 61 vota.